Sa të çirojmë Shqipëri nga narkoshteti. Krimi, droga, krimi. Nga narkoshteti. Mafia, droga, krimi. Narkoshteti. Mesatarja e vrasjeve në Shqipëri gjatë një viti ishte mbi 1 person në 3 ditë. Мы точно знаем, нам не нужна война. That is a war that's dying to be settled. I will get it settled before I even become president. Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО, победителей не будет. Мы будем защищаться. $360 gradë, çdo të hënë dhe të njëjtë ora 21 në ABC News. Atëherë rikëthyem në pjesën e dytë, në këtë pjesë të cilën ju e prisë se sigurisht çfarë ndodh në Shqipëri dhe si ndodhin në Shqipëri gjërat një muaj përpara zgjedhjeve, pothuajse ka interesin e vet. Atë për të parë më vjen në studio në këtë edicion të 360 gradës Aulon Kalaj, mirëmbrëma. Për ata që nuk e dinë, ti ke qenë i ftuar shumë herë në 360 gradë, por kësaj radhe jeni në cilësinë e kandidatit për deputet në qakun e Durrësit për llogaritë të aleancës për Shqipërinë madhështore. Kështu që për të zhvilluar të bisedë shiftin e temë, se kjo fushat është mbushur me intriga, përgjime apo mungojnë programe zgjedhore, për këtë debat kam dhe gazetarin politike Sona Ekonomi, mbrëma. Zemi mbrëma. Dhe Anelisa Erben Meçe, mbrëma zoti Meçe. Dhe pritet po mikrofonohet dhe Ilirë Maria, i cili është në grim dhe po vjen për në studio. Në pjesën e dytë të pjesës dytë, do kemi në lidhje Skype Ardit Bidon, kandidat i Partisë Socialiste në qakun e Vlorës. Por presin deri atë. Kalaja, e para pse vendoset kandidosh dhe si e shef fushatën deri tani? Për hir të vërtetës vendosat kandidoj kur pash që vendi po shpopullohej. Është një gjë që ne kemi thënë që në 2014, por në fakt atëherë na quanin konspiracionist, njerëz që merreshin me kometën Halley. Ndërkohë, po e shikoj çdo ditë që po mbyllen shkollat, njerëzit kanë ikur nga syt këmbët. Nuk besoj që në Shqipëri jetojnë 2.400.000 banor. Jam nga ata shqiptarë që e kam prekur pash më pash vendin dhe gjykoj që këtu njerëzit po largohen se jo vetëm që nuk ka shkolla, por nuk ka qendra shëndetësore dhe nuk ka shërbime të bazë, nuk ka infrastrukturë. Kështu që e parë këtë këndvështrim, mendoj që nuk kemi të bëjmë me një lëvizje të lirë, siç na e thot kryeministri, por këtu kemi të bëjmë me një agjendë të pastër për shpopullimin e Shqipërisë. Dhe njerëzit pse kryeministri ka këtë agjendën e shpopullimit të popullsisë? Do të thotë çfarë përfiton ai në këtë rast? Ai nëse është me që jeni kundërshtar, me që është kjo është një gjë e keqe të shpopullosh vendin dhe Shqipërinë. Atëherë ky keqi pse bën këtë? Çfarë përfiton nga kjo? Shiko, kjo është një pyetje edhe për Sorosin në këtë rast, domethënë me 3 shtyllat kryesore të Sorosit, por unë e kam parë që ai ka konceptin e ripopullimit, ndërkohë unë kam qenë për konceptin e riaddësimit shqiptarëve. Ripopullim do të thotë të fusësh njerëz të tjerë nga jashtë brenda, siç është dhe marrëveshja Rama Meloni për shembull. Do falni se erdhi dhe Maria në studio mbrëmë dhe nëse erdhe. Po. Siç është dhe marrëveshja Rama Meloni për refugjatët që do vinë, domethënë njerëz të palishëm në kampin e Gjadrit në të rast, e cila është goditur nga gjykatat italiane dhe gjykata e Luksemburgut, dhe ka një plan, sepse marrëveshja nuk është shqetësuese vetvete, por precedenti i kësaj marrëveshje është shqetësuese. Kryeministri bavarez doli dhe tha që jam dhe unë interesuar për të sjellë emigrant të palishëm të Myniut. Kosto për një emigrant të Britanisë së Madhe. Shqiptarët dhe sjellim emigrantët e huaj. Pa diskutim, ky është plani mendoj unë. Ndërkohë, unë gjykoj këtë plan Rama. Unë gjykoj që ne duhet kthejmë shqiptarët nga jashtë brenda. E para të ndalojmë hemorragjin që po i ndodh kombët shqiptar, mos na ikin më shqiptarët, dhe e dyta të rikthejmë shqiptarët nga jashtë brenda me një plan konkret. Dhe unë kam propozuar personalisht krijimin e Ministrisë Familjes si një instrument e cila do të kthejë shpresën në Shqipëri dhe do të jetë kujdestare për riaddësimin e shqiptarëve, si model i Greqisë, i Polonisë dhe i Hungarisë. Nga Greqia, për fakti është që po hiqen, largohen nga Greqia, largohen nga Italia sot.
Po pra, ndryshimi i largimit nga Greqia dhe nga Italia me shqiptarët që po ikin, është atje largohen njerëz saktuar për një jetë më të mirë, ndërsa këtu ju plotësohen kushtet shqiptarëve që t'i largojnë nga vendi. Pra, në rast se lexojmë memorandumin famkeq të Vaso Çubriloviçit, unë gjykoj që këtu kemi të bëjmë me këto mërbur. Jeni bërë shumë patetik me këto teori. Çubriloviçi tash. Jeni prandaj edhe nuk ju duan më njerëzit, më se nuk keni gjë konkrete. Ta mbaroj unë? Po jo më mbaroje, po unë të respektoj dhe do të dëgjoj dhe ty. Jo, dakor, po nuk besoj njëri. Unë të tash Rama po zbaton referendumin e Çubriloviçit. Patjetër. Ai kupto ku jeni apo jo. E ke lexu? Po se e kam lexu kur ti se ke pas fare, e kam lexu para 19. Shumë mirë, e ke lexu? Si duket sjellja e qeverisë? A duket që këtu kemi bëjmë qeveri kuislinge e cila po zbaton këtë lloj memorandumi? Si t'ja udhëzim jetën shqiptarëve? Ti fusim shërë me njëri tjetrin, ti presim vinë ujë. Shqipëria ka një defekt. Ti largojmë nga Shqipëria. Ka një, po jo se ti ndihet. Qose kjo që ka plani kësaj qeverie do të shënërojë popullin gjithkohë. Dhe për parafurinë populli është ngrit, po ka ik. Ky është problemi. Ku është? Prandaj kjo pasaportë europiane. Pasaporta dhe njerëzit po kthehen. Ata njerëz që kanë mbet tu janë njerëz cilët janë shumica janë patronazhist, qeverisë sepse është ndërtuar një inxhinieri politike. Kjo lloj gjuhë ju ka futur një banalitet që nuk keni rrugdalje. Do të tregojmë tani do thush parrulla apo do ta marrësh fjalën? Po këto janë parrulla, po ju banalitet. Ora përgjigju tezës si po them unë. Përgjigje pra, po nuk ka teza e nuk qëndron. Po ti thjesht po hedh bal, ta më kupton. Po jo mos hedh bal, balin ja pranun. Faktikisht tha do bëni revolta masive, Okej, tani do ta devijosh debatin. Kena i mendim për shqiptarët, po ikin apo jo? Nuk ju çon kun, po ju çon vetëm po ju zhyt. Po ikin shqiptarët. Me që po merresh personale, po të bëj shqiptarët po ikin dhe po vin. Kush po vjen? Po vjen vetëm ti mërbur, kush ka tjetër? Vetëm ti shqiptar kanë hap biznese, kanë hap gjëra. Sot ti ke një krizë. Sa shqiptarë jetojnë në Shqipëri? Zotëri, sot ti ke një krizë. Ke një krizë globale. Ai diti që ka më shumë qenë se sa njerëz në qendër qytetit në 4 masdite. E diti që në Lushnjë plumin e bukës e bëjnë 3 punëtor nga Sri Lanka. Ora, ai një realitetin në tragedia mos shif Tiranën. Tragedia jashtë Tiranës, janë mbyllur gjithë shkollat. Kam qenë edhe në Pogradec, edhe në Korçë, edhe Hajde në Krujt tregoj që Nikël s'ka shkollë të mesme as të vjeçare. Mes të Amerikës të çon lagë që thot Madre Teresa o bobo. Mbyllën shkollat në Amerikë. Thot Madre Teresa po. Është mbyllën në shkollë. Problemi i shkollave është problem sot në Amerikë. Mbyllën në shkollë në Amerikë. Po si janë mbyllë shkolla? Ku që kanë mbyllë më? Ja, tash mos ta Ku që kanë mbyllë shkolla? Mbyllën e hapë shkolla. Shkolla është problemi më i madh sot në Amerikë. Nëse mbyllën shkollat në Amerikë, merret Trumpi me ato. Devaliaj, nuk shkemi të mund me politika e Trumpit, se ju thoni ala parreta. Po le Trumpin, shkollat Mallkuç. Janë mbyllë shkollat Nikël, janë mbyllë shkollat Mallkuç. Me disa teza që nuk krijoni besim. Jo, s'po bi, po. Po ti rënë gjasin e Demanis, ai do të na tregoj, po ikin shqiptarët apo jo? Vetëm ti e kthy nga jashtë. Është polemist i vjetër. Një tjetër. Një sekond. Tani do të themi gjë. Po ja ti po pyetën e dytë Demania. Me këtë lloj gjuhë, cila është gjuha? Shkoni gjithmonë më keq dhe nuk po ka drama sot është. Drama sot është që Shqipëria ka alternativë. Ai po çan hallin tuaj, po e çan. Nuk kemi opozitë. Gjuha që po mbyllën shkollat që po largohen shqiptarët. Po ti pse nuk e pranoj që po largohen shqiptarët? Sa shqiptarë jetojnë në Shqipëri? Nuk ke një statistikë. Do të bëj pyetje më. Sa shqiptarë jetojnë në Shqipëri? E di apo jo? Po 2 milion i gjys. 2 milion, edhe ti je me Ramën, domethënë, sa çto Rama? Sa aq ta Rama? 2 milionë gjys janë në Shqipëri. Jo, nevojë as për Ramën. Po më kupton edhe me deklaratën se me thënë me Ramën. Me deklaratë. Gjua ju keni një gjuhë. Ju keni rekordin e Berishës që me deklaratën se u shpreh un gabim. Ndjes më burdi të rriqem un. Rama para ca kohësh nga Lezhë thanë në Shqipëri tha jetojnë 2 milionë gjys banor. Nuk kam statistika të sakta. Po pra po un kam. Nuk kam statistika. Ku i ke? Po pse? Ja po ta them un. Po ta them un, do më djosh. Atëherë, qarku Durrësit është popullu, t'jap 3 gjëra. Qarku Durrësit është popullu 15%. Fshatrat, Cudhi 47%, Nikla 27%, Bupqi 27%, Gjepala i Durrës 27%, Ishmi 24%. Ka nik njerëzit, më kupton? Pra shko atje dhe shiko shkollat. 9 kilometra nga aeroportin ndërkombëtar i Rinasit janë mbyll shkollat. Jo në thellësi, jo në Kukës, kujdes. 9 kilometra nga Tirana, shkruaja plagje Tiranës dhe është popullu totalisht. Unë po tregoj vërtetën. Ti përket një partie, je kandidat. Ke detyrë. Por jo, nuk kam detyrë, unë po flas vërtetën. Po nuk është e vërteta ajo. Nuk e ka detyrë, e ka mision. Po nuk është e vërteta. E ka mision. E vërteta jote nuk. Këto janë rezultatet e censusit. Qose gjeni as
kaq keq. Përse ju në opozit jeni këto shifrat ulta? Çfarë shifrash më burr? Po Ne s'keni, po ma. le opozitën, ne po flasim për realitetin njëherë. Po pikërisht Duhet njohim realiteti, problemin. ose ne s'kemi O Demalie, opozitë, tani burr. nuk do flasim PS, por Ore, kjo është çështje e gjithë çështjeve, çështje kombëtare. Dgjoj, po pikërisht. Dhe ti duhet shqetësohesh për këtë, Jo, mund mos vje keq. shqetësohem që nuk ka opozitë. Të lutem, lere opozitën një herë, Po, jo, duhet shqetësohesh dhe duhet pranosh Atëherë, popullimin. në qoftë se Në rast se ti nuk pranosh popullimin, nuk je i sinqert në bisedë. Vje keq. Pra duhet të jesh i sinqert në bisedë. Duhet të thuash që Shqipëria është popullu dhe hajde ta diskutojmë këtë zgjidhje. Ose kam detyrim. Ore, ke dëshirë ta bësh Po pse kush i ka detyrim? Kam detyrim që kam ikë, kam as detyrim. Po kam detyrim unë, Demalie. Po më vjen keq që burr tani, ne po flasim. Hajde të bashkohemi dhe të zgjidhim çështjen e shpopullimit. Pra kjo është çështja. Duhet jemi patriot mbi të gjitha. Unë nuk jam nga ata njerëz që vej partinë mbi Shqipërinë, kupton? Është Aulan Ballaj, është soi tjetër, domethënë ne po themi se edhe ky patriotizmi folklorik ka dalë modë. Cili është patriotizmi folklorik? Për me pranu të vërtetën që ka një shumë. Po jo pra, kjo është e vërteta. Dhe ti duhet ta pranosh. Po pse duhet ta pranoj pse thutje? Po jo se do bëj biznes. Nuk Apo do bësh shërbim. Do bësh shërbim Demalie. Instituti Statistikave. Ai kustoni se duhet të pranoj, ti duhet ta pranosh. Nuk do të bëj, do shërb. Në rast se ti nuk e pranon që shqiptarët kanë ikë nga Shqipëria, dakord, pastaj nuk e pranon, nuk Po jam ata çoj. Do marrësh 1000 vota, nuk do marrësh votën e Demanis, nuk ka rëndësi. Jo, se kam për votën, nuk ka rëndësi. Jo, po ti për vota ke dalë. Nuk ka ftuar. Nuk kam dalë për kjo është çështje kruciale e zhë. Unë të kam ftuar për të bërë, me që të kam dhe mikë vjetër, patjetër. Për të thënë një kohë televizive, në rregull. Po një sekondë pra, nëse ke mikë lirë të klasi. Për të kohë televizive, në që ti të shpalosësh, sepse për gjykimin tim personal, çuna si puna jote, djemë si puna jote, me formimin tënë, i bërë shumë mirë Partisë Demokratike. Megjithatë, të rritë të argumentat. Tema është një fushat me intriga, përgjime apo programe zgjedhore. Më pëlqeu që e fillove me objektivat e tua se pse vendose të kandidosh. Pra, programi jote është kundër popullimit, kundër kësaj, kundër asaj. Dakor. Tani, jeni të sigurt që kjo fushat, pyetja e fundit dhe pastaj hapim debatin. Që kjo fushat po rrjedh normalisht, pra, si gjithmonë ndodh kjo. Bëhet fushata, rrjedh fushata dhe pastaj thuhet, jo, na vodhën zgjedhjet apo zgjedhjet nuk ishte të ndeshme. Këtë është problemi. Ti personalisht si e gjykon? Po, kjo është smundje vjetër në Shqipëri, me të thënë vërtetën. Jo, ti je i ri. Tani, unë jam i ri dhe unë do merrem me unë kam hyrë për 3 çështje, unë besoj në 3 parime në politikë, domethënë. Jam konservator, besoj tek Zoti, tek familja dhe tek kombi. Për shembull, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ktheheshin në një shtet satanik. E dhan përgjigjen me datë 5 nëntor. Po lënë Amerikën më lasë keni lidhje me Amerikën. Kam respekt për burr. Po le ta mbaroja burr tani. Po nuk kemi na lidhje me Amerikën. Ishte shtet satanik. Ora, do më fol ti unë gjë me vëmendje, s'ka. Ishte, e kuptoj çfarë flet, ishte shtet satanik. A e kuptoj ku je? Amerika shtet satanik. Se ishin demokratët. Ju keni qenë Berisha ka qenë ai që ka thonë fjalët më të mira kur erdhi Bideni. A kuptoj që nuk keni konsistencë në gjithë follimet e juaja. Unë jam Aulon Kalaja, nuk jam Berisha. Ti ke obsesion me Berishën, do ta zgjidhësh. Po zgjidhe më burr, unë po flas si Aulon. Të lutem, a ke diçka me mua, hajde ma thuaj mua. Tani, fjalinë e parë më ke ndërprer. Dakor. Vazhdo. Si beson ti se Amerika, politika amerikane ka 1000 defekte siç ka sot një degradim politik në gjithë botën. Por jo shtet satanik. Son kam jetuar nuk pas satanizëm do të. A e kupton ku shkoni? Ta mbaroj. A e kupton ku shkoni? Shtet satanik. Po ktheheni shtet satanik. Po ti Bideni nesër do ta kthejmë prapë faqe. Lutem pra, agenda woke, agenda majtiste. Na çoj drejt një degradimi, drejt prindit 1 dhe prindit 2. Po ne nënës i themi nën, jo prindit 1. Babait i themi baba, jo prindit 2. Pra kjo është arsyeja se ti ndjesh konservator. Jo vetëm kjo. Familja ishte në një agresion të jashtëzakonshëm. Dhe këtë gjë amerikanët e zgjidhen me datë 5 nëntor. Në New York, me që Demalie jeton atje, më thonte ai gazetar, një miku im thonte, po s'kam gjë me Demalien për pse. Ore kam gjëllin me që kam personin që duhet të pusë të bisedë. Kthehet në çun, sepse një shok lashtë kishte vesh fustan. Pra keni parasysh. Unë mendoj që ka vetëm 2 gjini dhe urdhri ekzekutivi i presidentit Trump. Kjo është më interesante. Dakor, kjo fushat. Këtu Shqipëri jo, një sekondë, Demalia, të lutem. Do të ul mikrofonin. Nuk e ke problem. Do të ul mikrofonin. Shumë problem me Demalia, shumë problem. Një sekondë. Ora, nëse një ditë ju ftoj prapë unë vetëm ju të dyve, dhe unë rri pi ujë dhe ju dëgjoj të dyve se e bëni vetë bisedën. Ja u bëjmë, du të ta fjalit parë, sa kam thënë fjalin e parë. Të ideja është këtani, ka disa gjëra tjera për dalë. Shiko, një gazetar tjetër, një moderat,
tor tjetër, linje do rinte të bënte qef sepse ju mund ta çoni temperaturën e debatit sa doni ju. Më pëlqen kjo gjë, por nuk më pëlqen në këtë rast. Persona, cili është, po reagoj pak nga Kalaja, cili është gjykimi jot në lidhje me fushatën. Kjo fushat, e cila tani ka rrjedhje përgjimesh, flas për rastin e Erion Veliajt, ka përgjime si Kurth, si Prita, që po vendosin gjithandej për gjatë fushatës, dhe shumë pak fritet për programet. Cila është ajo aroma shia që ti ndjen tani për tani? Dhe çfarë parashikon se do ndodhe me këtë gjë? Kjo është një fushat që sigurisht nuk bazohet me programet alternativa, edhe pse dy forcat kryesore politike kanë një program për thënë që kemi një program, por diskursi politik i tyre publik nuk ndërtohet me programin dhe alternativën, edhe kur shpalosin program thonë ma vodhe mua, ta vodhe aty, ndërkohë që diskursi... Në fakt, çfarë gjykon ti, ja vodhi vërtet Rama Berishës program? Unë nuk mund të them që ja vodhi, por ka mjaft tezat artikuluara ndër vite nga demokratët që Rama i ka gjykuar drejta ndoshta. Cilat janë 2-3 nga ato për shkak? Dhe i ka përqafuar. Po tezat që kanë të bëjnë me ndihmën e familjes ose ndihmën e shtresave në nevojë, premtime për pensionet, premtime për pritin e pagave, praktikisht që çdo qeveri ose çdo alternativë qeverisë do i premtonte në çdo rast. Asnjë s'vjen thotë do i ul pension. Gjithë do rrisin pension. Je dakord që disa element programit ja pas kanë përla? Po Rama nuk mund të thotë që s'do rris pensionet, siç Berisha i thotë do i rris pensionet. Pra janë gjëra që natyrshëm. Kush e ka më shumë është kjo punë? Po sigurisht që ai që është në pushtet ka më shumë shanse të jetë më i besueshëm se mund t'i bëj këtë. Sidomos kur vjen nga koha kur sapo ka bërë disa rritje. Unë po t'isha në opozitë do thoja që unë do t'i bëj pensionet 800 euro, rrogën minimale 2000 euro, nami u bëv të shes 3 male, dhe këto lekë do të jap juve. Kur siç ka thënë kryeministri, kur nuk kenojnë gjë në dorë, kur nuk kenojnë gjë në dorë mund të premtosh gjithçka. Ndërkohë që sa i takon fushatës, ajo është e bazuar tërësisht në retorik banale, që kryesisht zhvillon rrite sociale. Kujtojmë duelin jo përmbajtësor mes Ramës dhe Bashës, që deri diku ju atashua dhe Berisha, dhe në thelb të dyja partitë po bëjnë fushat me SPAK. Në drejtime të ndryshme, duke përdorur në rrogos me burimet mediatike për ato përgjime që synojnë në çdo rast të delegitimojnë. Si rrjedhin këto përgjime, po nëse do flasim sepse në fakt një helm i madh çakullon, do unë evitoj e shpan këtë gjë, por ky është sekreti pa sekret, se të tërë janë botuar, të tëra. Çka ka thënë Erioni Arbrit, çka ka thënë Arbri Erionit, si e ka sharë këtë, si ka folë për këtë, kush është redaktori, kush është bëjmë se kur... Në çdo rast, kur duhet përpyesim se kush i nxjerr, duhet mendojmë kujt i intereson të dalë. Bravo, po kush i nxori pra? Kështu që ai që ka pasur. Kush i nxori Spaku më nxori? Në këtë rast Spaku, kujt i intereson? Spaku dukshëm po lu në një port. Një sekond, Meçe. Bi temën, bi debatin, bi helmin dhe intrigën. Atëherë mbi temën. Sot në debat janë dy çështje, një çështje elektorale, një çështje Spakut, të cilat koordinohen me njëra tjetrën dhe vendosen funksion njëra tjetrës, por po i në themel janë të dyja të ndarë nga njëra tjetra. Janë dyja të ndarë dhe secila palë po lufton për veten e vet në kuadër të ndërhyrjes në politikë dhe ndërhyrjes në Spak. Në kuadër të ndarjes të grupeve në SPAK, në kuadrë të ndarjes të grupeve në politikë. I thash këto sepse tezat që qarkullojnë sot janë grupe në SPAK, grupe në Parti Socialiste, grupe në Parti Demokratike, ndryrje SPAK-ut politikë, të gjitha tezat janë dhe të gjitha kanë një të vërtet në vetë. Ka një të vërtet e cila po bëhet evidente çdo ditë më tepër, por në gjykimin tim, në këtë lojë, ai i cili po intrigon bisedën është diçka që po ndodh brenda SPAK-ut. Brenda SPAK-ut. Brenda SPAK-ut. Po. Po vim tek regjistrimet e fundit të cilat kanë dalë, nuk janë ekspozuar, por pretendohet që janë vjedhë të dhënia në SPAK. Kush e njeh sistemin e funksionimit të rrjeteve të sigurisë, kupton që nuk ka absolutisht asnjë lloj mekanizmi për ndryrë nga jashtë brenda. Pse? Së pari rrjetet në organet e sigurisë janë rrjetet mbyllura. Së dyti,
Rrjetet e mbylla mbrohen me 3-4 nivele njëri pas tjetrit. Së treti, nuk ruhet material në kompjuter në rrjetet e sigurisë. Gjithë materiali ruhet në server. Kompjuterët janë thjesht makina shkrimi. Së katërti, nuk ka USB në organet e sigurisë, në asnjë vend. Nuk kanë bankat USB. Bankat, cilat janë organet e sigurie për brevetet e tyre, ndërtojnë këtë skem që po them unë. Dhe që të futesh në sistemin e brendshëm të bankës, duhet të qash disa mure që i thonë të sigurisë. Nuk ekziston më kryesorja. Emaili është një mjet komunikimi, por nuk ka lidhje të brendshme dhe të jashtme midis personave që funksionojnë brenda këtij rrjeti të brendshëm dhe personave jashtë. Pra vërtet ata kanë një email. Por ky email nuk është i drejt për drejt dhe nuk del në eter, sepse është emaili, është objekti më i zbulueshëm dhe se gjashti që ti dhe ka pakun për ta diskutuar, nuk transmetohet në email dosje. Në email ka vetëm marrëdhënie telegrafike. Duke i parë të gjitha këto, në të gjithë analizën që kanë bërë ngjarjes, nuk më rezulton në mënyrë absolute që kemi marrje të materialit nga jashtë. Nuk është shqipërzie se o akuzua ishtë ministri drejtësisë dhe i brendshëm Fabi Xhafa për këtë, a bërë aktipi për këtë? Këtë nuk e dim s'paku, po ato për grupë strukturuar kriminal. Unë lexova artikullin që e zoti Xhafa të njësot për gënjështor për shpifje. Ti bëri një pyetje. A e thotë që kjo që i shpifje ullet, po edhe mund të jetë, por nuk mjafton fjala e tij për çën e tillë. Po bipa mirë. Nuk po the pra argumentet si po nxjerr Mece do thotë. Unë kuptoj, unë po interpretoj atë që thotë Mece, jo atë që është. Në dy gjërat ndryshme, mund të jenë 3 gjërat ndryshme. E vërteta mos e të fare në këtë studio. Mece thotë që siguria është kaq e lartë sa nga brenda është nxjerr vetë. Por mos harroni që edhe ata që punojnë në BKH. Me agjenturë, një sekondë pra, ti e di shumë mirë, as versioni që është marrë të dhënat me agjenturë. Nga jashtë. Një sekundë. Për të dëmtuar Erion Veli në favor të një grupi tjetër politik. Ekspertët e IT-s kanë shpjeguar që po është e vërtetë çdo dimetë që thotë, që duhet dikush nga brenda të hapë një portë virtuale. Por mos harroni që ata që punojnë në SPAK sot në BKH dhe në struktura ndihmëse nuk kanë ardhur nga qielli. Janë njerëz që kanë lidhje me eksponentin. Unë kam menduar të vini nga qielli. Ozhe, më fal, ta vazhdoj logjikën. Po një gjyqtar i vettingut sot është kandidat i PS-s për deputet, do thotë që ka shërbyer partisë në pushtet e te vettingu. Nuk përjashtohet mundësia që edhe në BKH ketë njerëz. Olsi Komici ishte antari i Komisionit Vettingut, ka shkarkuar gjyqtare prokuror, sot ka ndonë për Partinë Socialiste, do të thotë që marrëdhënia atyre ka qenë më e hershme. Nuk përjashtohet mundësia që Xhafaj apo kushdo qoftë mbas kësaj skeme, të ketë njerëz të vetë në BKH që kanë hapur këtë portën virtuale për të hyrë nga brenda. Se nuk hyhet nga jashtë. Mece argumentin jam dakord. Porta BKH-s Xhafka hapa për lojtarët e vetë Partisë Socialiste. Kushdo qoftë mbas këtij, kushdo qoftë mbas këtij. Tu mendoj edhe sikur të ketë duhet të jetë përgjegjës SPAK-u për sigurinë dhe për daljen e sekretit. Patjetër, asnjë dyshim. Po, do bër pikën mbi Mece, pastaj ta lëm deputet të fundit ose po mëra unë i respektoj do i gjej të gjithë. Po le tani se s'ka, nuk fiton zgjedhjet me respekt. Duhet të vazhdoj argumentin. Po. Hetimet janë sekret. Çka do të thotë? Çdo hetues ka absolutisht sekretin e vet komunikim edhe me serverin. Çka do të thotë, edhe në folderat e çdo hetuesi nuk mund futesh, sepse çështjet janë aq shumë sensitive të SPAK-ut, sa kanë të bëjnë me sigurinë kombëtare, kanë të bëjnë me korrupsionin, kanë të bëjnë me qeverisjen, kanë të bëjnë me pozitën, kanë të bëjnë me opozitën. Pse? Kush i shiti tani? Tani pse u shitën? Janë shitur për të shkatruar Erion Velin, për të futur për çaj Partisë Socialiste. Kush e ka drejtuar këtë gjë? Të bëj analizë. Përgjimet e Veliut nuk janë ato që janë vitur në SPAK, janë dy gjëra. Ta shpije logjikën deri në fund se s'po më. Po jep kaq shumë. Ora se ti je inxhinier zanat. Jep kaq shumë rëndësi detajeve sa që ikën thelbi i linjës. Jo, sepse detajet deri tani zbërtheva. Nga jashtë nuk ndryhet. Nga jashtë nuk ndryhet. Iku. Është ndryr nga brenda. Ky që ka ndryr nga brenda. Përse e ka përdorur këtë gjë? Për dy arsye. Kjo fillon analiza tani, për dy arsye. Një do të mbulojë një çështje të vetën. Dhe kjo ngjarje është e disa herë që po ndodh në mekanizmin politik në Shqipëri, ku për të mbrojtur vetën e vet, shpërndan informacione për të tjerët dhe pastaj kur bëhet kala çdo gjë, humbet ti.
jemi në kushte të një personi i cili brenda SPAK-ut është goditur këto kohë. Dhe ky person që është goditur, dhe do të shohim kush është ky person që është goditur, ka bërë skemën. Së dyti, ajo që të bën pyetje gjën dhe që e ndelikon është materiali vete të 2 gazetarë të opozitës nëpërmjet korridoreve të 2 personave, të paktën të pretenduar nga SPAK-u, që janë me lidhje të PS-së. Është një skemë shumë e çuditshme kjo, që do të thotë që është shumë e sofistikuar ai që e ka bërë. Në përfundim të gjithë argumentit tim, them, topi është brenda SPAK-ut. Është detyrë e SPAK-ut, është detyrë e SPAK-ut që këtë implikim që ka bërë tashmë në politikë, sepse ka implikuar shive që flitet, ka implikuar një person që është figurë shumë publike në Partinë Socialiste. Se ka implikuar SPAK-u, ka implikuar mediat, kemi të drejtë me këtë... Pra ngjarja ka media që ka marrë materialet e SPAK-ut, kjo është media opozitës. Atë lutem. Unë nuk thashë ka implikuar SPAK-u. Ngjarja ka implikuar. Dhe kjo ngjarje ka bërë që për arsye të asaj, ja të theme dhe këtë fjallë të ambyllun këtë, për arsye të asaj, që SPAK-ut i ka shkarë diçka brenda vetes, tërësisht dakord me. Efekti në politikë është kaq i madh sa po bëjmë për këtë ngjarje, po bëjmë një javë të tërë ku kemi ngritur të gjithë tipologjinë e akuzave, të cilat janë të pranueshme dhe ku ka vetëm një fajtor për mua. Vetëm një fajtor. Dhe fajtori vetëm është vetëm SPAK-u. Prandaj SPAK-u duhet të marrë përgjegjësinë tani dhe SPAK-u do të dalë para opinionit publik dhe të thotë pa kushte. Po bën një muaj që po bën një muaj që po i vizigon një çështje që shumë e thjeshtë për të gjithë. Ka nevojë vetëm për një saksim. Bëryrje në rrjetet e sigurisë, le gjurmë hapasapi. Dhe nuk është bërë me telefon. Jo. Telefoni është fundori. Saktësimi vetëm është që ato që janë përgjuar dhe janë dërguar 2 gazetarëve pranë opozitës, nuk janë ato që janë publikuar për Erion Veliajn së fundmi. Pra janë dy gjëra të ndryshme. Jo thjesht për shpjegoj publikut edhe zgjedhjen se ka nevojë. Që dosja e Veliajt nuk është e vjedhur nga SPAK-u, është e shpërndarë në rrugë tjera, po nuk është pjesë e hakerimit. Cila? Përse nuk është përndar gjithë media? Më fal, për cilin informacion po thua? Përse nuk e bëjnë transparente punë e funit dhe ta ketë gjithë media është dërguar dikuj që mund ta botojë, dikuj që mund ta botojë. Fakti që SPAK-u ka një anshmëri në këtë proces të dënon gjithë. Thjesht po them se nuk di ka gjë nga opozita, nga dosja e Berishës, nga dosja e dosja e Veliajt mund të jetë nga SPAK-u, dosja e Veliajt mund të jetë nga çdo avokati. Nuk është bërë kontrolli. Por nuk është vjedhur nga SPAK-u, pra nuk është ajo e hakeruar. Nuk është hakeruar. Zhej, të lutem se do të sqaroj një gjë se s'po e kuptoj. Kush nuk është vjedhur nga SPAK-u? Jam duke thënë që dosja e dalë për Erion Veliajn nuk është e hakeruar, është e rrjedhur në formë të tjera. Kush e tha? Jo, s'është hakeruar. Jo. Është dalë nga SPAK-u, në fakt. Jo, është dalë nga SPAK-u. Dosja e Erion Velis. Dosja e Erion Velis ishte për ta sqaroj unë, se po bëjmë analizë investigative. Duhet të ndryjë në këtë rast sepse po vetëm se i ketë gjata. Tjetër është dosja e Erion Velis, që është marrë nga dosja e gjykatës dhe tjetër është përgjimet e paraburgim. Dosja e vjedhur SPAK. Dosja e vjedhur SPAK është tjetër gjë, nuk është dosja e Velis. Ti ndajmë gjërat. Faleminderit. Nuk janë një lloj pra. Në rregull. Okej. Kalaja. Tani këtu po krijohet perceptimi që SPAK-u po drejtohet nga opozita. Ta bëj këtë pyetje pra këtë do të bëj. Jo, pse kush e ngriti këtë? Po ta bëj kalas. Kush e ngriti? Që SPAK-u, shiko, unë nuk kush nga ne e tha këtë dhaf? Ja ta mbaroj. Ajo është teza juaj tani. Teza ime pra. Dhe teza juaj është pikërisht. Po pra, po nuk e, po jo po the, po për krijoj perceptimi, kush e tha këtë? Krijoj perceptimi pra. Po jo për perceptimi, sa thirrja nga ne nuk e tha. A ka mundësi të themenimin tim më burr? Po jo për perceptimi, s'ka mundësi, jo më e drejtuesi. Ka element opozitës që luajnë për opozitën. Unë nuk thash perceptim se natyrë, fare. Po mirë, ta shtjelloj. Fakti pse gjithë dokumentet ke media opozitës, fakti sepse dalin përpara nga opozita. Ka një perceptim publik, jo nga opinionin SPAK mund duke lojtar politik. Ka një perceptim publik, jo nga dy zotëri. Ta bëj pyetje se sa bëra pyetjen. Pyetja është kjo. Atëherë, disa herë rresht për një periudhë të gjatë kohë Edi Rama ka thënë që SPAK-u ekziston sepse Partia Socialiste donte që të ekzistonte. Sepse sa ishte PD-ja s'kishte SPAK, me herë e pohon ndihmën e amerikanëve, herë e në vlerëson që si ka. Pra, mi po, Berisha ja ka konfirmuar këtë tezë
se ka thonë gjithmonë që SPAK-u është një organizat kriminale në duart e Edi Ramës, biles SPAK-u, SKAP-i, tërë. Tani, Berisha thot SKAP-i një e kështu, po nuk po e sulmon. Nga nga tjetër, po shtojnë zërat që SPAK-u, në fojza SKAP-i, është po kontrollohen në segment sektuar nga PD-ja. Pyetje, ore, a keni kap SPAK-un? Keni zgjedhje sigurt? Jo, më vje për çështje. Ore, në zgjedhje kush ta kapi, ta kapi. Jo, më dakord të burr. Domethënë, unë nuk e di. Si çështje je? Nuk duket e pabesueshme. Po më duket pa diskutim. Lufta për të kapur tani SPAK-un është. Amerikanët kanë një shprehje dhe thonë që komentimi i vendimeve të gjykatës është zemra e një demokracie të shëndosh. Kur unë personalisht për shembull komentoja vendimin, kur ishte doktori në arrest shtëpie, shkonin aty poshtë shtëpie, thonin çfarë. Tani se na qeshin bolla. A ke kap SPAK-un apo se keni kap SPAK-un? Këtë po them pra. Por tisha unë si ty do thoja kemi kap. Dakor, unë kam marrë me thonë mendimet e mia, më kupton. Dakor. Do më thënë, unë nuk ka ta shohem asnjë tjetër përveç se Aulon Kalaja që është në studio. Pra, unë mendoj që është kriju një perceptim publik. Është kriju një perceptim publik zhej, do më thënë kote fundit që SPAK-u është hanxar në duart e PD, se kështu po del këtu. Do më thënë, aty ka njerëz që i shërben Partisë Demokratike, marrin urdhë nga Partia Demokratike, unë mendoj që kjo është qesharake. Janë lidhje, Unë mendoj, po lidhje tani, o duhet pranojmë që është krijesa e Edi Ramës dhe Berisha e qunë organizat terroriste, si mund t'i quaj Berisha njerëzit e vet antarë të një organizate terroriste? Vendëm sa ka lojnat e veta Berisha. A janë lojra këto? Po Rama loj po bën nga ana tjetër që thotë është krijesa ime. Po problemi a janë të dy bashkë. Realiteti janë Rama dhe Berisha janë bashkë. Jo po se je pak konfuz, domethënë që do të jemi qartë. Shiko, edhe jam fare në çdo institucion mund të kesh segmente. Janë segmente të caktuara që janë Partisë Demokratike në SPAK. Po ty të mirë ta ajo zonë realisht e beso vetë këtë gjë që po thu? Që ka njerëz Partisë Demokratike në SPAK. Kjo është shmendurim apo? Jo njerëz, ka njerëz. Po pra njerëz që i çojnë PD-s, njerëz PD-s pra kshu i bie. Nuk është çudi që ka 3 muaj të fundit që çdo gjë në mënyrë të njëanshme deri para 3 muajsh SPAK-u ishte i Ramës, tani u kthy me Berisha. Që vrarë njerëz deri në një anë. Shiko, unë nuk besoj që i bën nder kjo tezë Partia Socialiste, kjo lloj teze që domethënë njerëzit vishin me Ramën, tani që fitoi Trumpi, shkon te Berisha. Nuk mendoj që duhet shpiket në një tezë re, se kjo nuk pi ujë, jam kupton. Pse ti se dëgjova atë, nuk e dëgjova atë batutën e. Duket kjo më burr tani, se nuk mund të kthehet një krijesë e Ramës në një krijesë Berishës shumë vetiu. Pse habitesh? Jo, është shumë e çuditshme. Jo më e çuditshme nuk ka. Batutën e bukur që bëri doktor Berisha, kur ishte te televizioni këtan, tu ngjitur, se dalë sa dhe në fakt, sa dhe shketi gjithmonë kur vjen doktori, e priti tha, edhe ky e di tha që unë do vita në pushtet dhe prandaj dori të më priti. Pra, mos u habit që dhe njerëz të cilët brenda SPAK-ut, për luftën që bën dhe ti, edhe brenda SPAK-ut, mendoj që po vjen këta tjerët, pse kjo atëherë domethënë opozita që e ka lart. Po fryn era pushtetet nga opozita, po nuk mendoj që SPAK-u. Shiko, unë njoh shumë njerëz brenda SPAK-ut dhe janë profesionistë vërtet. Ashtu siç njoh dhe njerëz korruptuar brenda SPAK-ut që do dalin shumë shpejt në politik. Prit pra një sekond. Jo, unë e kam thënë këtë para jush, se ju i keni bërë hosana SPAK-ut gjithë. Domethënë, unë kam thënë, ta duart trokasim kur bën punë të mira dhe të jemi kritik kur bën punë të këqija. Opozitës bën punë të mira, jo, fare, të lutem. Jo, pra jo. Unë i kam majtë qëndrimet e mia. Tani nuk jemi këtu se çka kam bërë unë e tjerë. Unë po them, Partia Socialiste duhet kompozoj një tezë tjetër se kjo nuk shkon domethënë. Fakti që janë arrestuar njerëzit e vet dhe SPAK-u e ka kap PD-ja nuk shkon më burr, duhet shpik një tezë të re. Okej, Neçe. Një minutë duhet kalojmë kam. Atëherë më duhet ndryj në këtë rast. Ndryj. E para, opinioni jonë është opinioni jonë. Siç opinioni juaj ishte juaj, nuk kuptova pse. Jo, është deputeti i Partisë Demokratike, ai ka një strategji se mund të themi ndonjë gjë ne këtu. S'ka lidhje fare. Me pra, ne janë partitë apo jo? Qartë pra, se unë nuk di nga Partia Socialiste që të ketë deri më sot një tezë për ato që thoni ju që është një frym që del nga gjithë media juaj për të prodhuar atë ta shqyrtuar. Media juaj, kjo është tjetër gjë. Domethënë, Partia Socialiste nxjerr njerëz në televizor dhe hedhin teza. Pra kjo është ideja, se ne unë vi nga komunikimi, kam mbaruar gazetari dhe unë e kuptoj se çfarë do. Unë e di që vjen nga po tani. Në këtë që tu hidhen njerëz tezat me njerëz. Jo, prit ta mbaroj me se po. Jo, po mu drejtu. Duhet kaloj reklam. Po pra, po do të drejtohet. Para që këtu nuk është hedhur asnjë tezë e tillë. Okej. Është vetëm fryma që ju prodhoni perceptim duke analizuar gjëra që nuk ekzistojnë.
Një e dyta, sa po the për është prodhuar një perceptim. Që të prodhojë perceptim që SPAK-u absolutisht është një strukturë në dorë të Partisë Demokratike, duhet minimalisht të ketë një përfaqësi që e nxjerr këtë frymë dhe pastaj bëhet perceptim. Deri më sot, të paktën lijat zyrtare të Partisë Socialiste unë nuk kam dëgjuar as edhe një herë. Këtë e dëgjoj vetëm në amplifikimin që bëni ju. Është e drejta juaj. Në të gjithë ata analizë që dalin, duke përfshirë dhe mua në këtë rast, edhe Demalin, unë asnjëherë nuk kam thënë që SPAK-u është në dispozicion të Partisë Demokratike. Çfarë kam thënë? Dhe këtë do të them. Thuaj, se do kaloj reklam. Individ të posaçëm brenda SPAK-ut. Po deformojnë absolutisht misionin e SPAK-ut dhe janë vënë në dispozicion politik. Të lutem, publicitet. Kur? Me që se bërë Kur arrestuar Jo Veliaj?